أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمرونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربنا الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى صدق الله العظيم.
Të nderuar zonja e zotërinj, përfaqësues të institucioneve shtetërore dhe korrit diplomatik, të organizatave jo qeveritare dhe subjekteve të ndryshme, drejtor e rektor, hoxhallar e afarist, të dashur nxënës e student, pedagog e familjar, të gjithë ju të pranishëm këtu në sallë dhe ju që po na ndiqni nëpërmjet ekranit televiziv. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, mëshira dhe begatit Allahu të qofshin mbi ju. Ju dëshirojmë mirëseardhje në manifestimin e sontom në gjurmët e më të mirëve, të cilin Forumi Rinor Islam organizon për 24 vite me radhë. E falenderojmë Hafizin e nderuar Ibrahim Sherifi për recitimin e mrekullueshëm të disa ajeteve kuranore. Por ndryshe Hafiz Ibrahimi si vetë ka përfunduar studimet universitare në Medinë, në drejtimin e kirajeteve dhe sonte para nesh bëri një lexim të veçantë. Ajetet e përgjedhura nga sureja Nejm i këndojnë në rivajetin Halef nga kirajeti Hamza. Mënyrë kjo pak më ndryshe nga këndimi i rëndomt i Kuranit në trojet tona. Allah e shpërbleft Hafizin dhe ja shtof dije. Manifestimi në gjurmët e më të mirëve është një prej aktiviteteve kryesore të Forumit Rinor Islam, duke pasur parasysh se këtu realizohet një prej qëllimeve parësore të kësaj organizate rinore, stimulimi i diturisë e shkencës dhe nxënia e dijes. Në këtë skenjë janë dekoruar shumë nxënës, student, shkencëtarë, afis të rinj, personalitete e subjekte nga fusha të ndryshme, si mirënjohje për arritjet, angazhimin dhe kontributin e tyre në shoqëri. Sikur vitet e kaluara edhe sonte do të bëhet shpallja e nxënësve dhe studentëve më të mirë dhe më të dalluar nga disa shkolla të mesme dhe universitete. Po ashtu do të dekorohen personalitete për arritjet e tyre të veçanta dhe kontributin e dhënë në shoqëri. Do të shpallet edhe Hafizi më i ri i vitit. Përveç kësaj, programi i sonetëm do të jetë i pasuruar edhe me pjesën e zakonshme artistike. Si gjithmonë, ky program realizohet me angazhimin e palodhshëm të aktivistëve të Forumit Rinor Islam, si dhe me ndihmën e madhe morale e materiale të miqve dhe mbështetësve të shumt, të cilëve u jemi mirënjohës dhe i falenderojmë sinqerisht. Një falenderim i veçantë shkon për sponsorin kryesor medial, Radio Televizioni i Maqedonisë, programi në gjuhën shqipe, i cili edhe këtë vit po bën transmetimin e drejt për drejt të këtij manifestimi. Sponsori i artë i manifestimit të sonetëm është Autoshkolla Hirta. Sponsorë të tjerë janë Komuna e Sarajit, Komuna e Çajirit, Komuna e Haraçinës, Komuna e Likovës, Komuna e Studeniçanit, Komuna e Gostivarit, Komuna e Kërçovës, Komuna e Dibrës, Komuna e Dollnenit, Fimar Ballkan, Vision Trade, Aksaraj Trade dhe Agjencia për Punësim me Motivi. Fast Star, Al Bayrak, Royal Fons, Argentaria Axios, Argentaria Diamond Silver, Arena Tours, Butiku Akel, Shtëpia botuese Furkan ISM, Shtëpia botuese Logos A, Design ING, Organizata Humanitare Kalliri i Mirësisë dhe Shoqata Edukative Vllaznia. Ndërsa sponsor general i manifestimit është këmbimorja Euroberza. I falenderojmë miqtë tanë afarist për përkrahjen dhe kontributin e tyre. Allahu i shpërbleft me të mirat e tij. Ndërsa tani, për një fjalim përshëndetës, ftojmë në skenë një koqirin e kësaj mbrëmje, kryetarin e Forumit Rinor Islam, Zotri Xhabir Emini. Të nderuar miq e dashamir të Forumit Rinor Islam, afarist e donator, përfaqësues të shkollave dhe universiteteve të vendit, përfaqësues të institucioneve lokale e qendrore, si dhe ambasadave të ndryshme në vendin tonë, të dashur protagonist të këtij eventi, nxënës e student, prindër të këtyre fëmijëve të mrekullueshëm, musafir nga gjitha trojet shqiptare dhe diaspora,
media dhe ju telespektator të nderuar që na ndiqni nëpërmjet të ekraneve televizive të Radio Televizionit të Maqedonisë, programi në gjuhën shqipe. E nderuar drejtoresh dhe ekip i këtij eventi sa të rëndësishëm, po aq edhe madhështor. Më lejoni që të gjithëve që përshëndes me përshëndetjen e paqes dhe dashurisë. Paqja, mëshira, mirësitë e Allahut qofshin mbi të gjithë ju dhe familjet tuaja. Forumi Rinor Islam, me ndihmën e Zotit, me përkushtimin, zellin, elanin dhe mbështetjen tuaj, si vjet për të 24-ën herë me radhë, realizon njërin nga aktivitetet më madhështore të këtij asociacioni rinor, pse jo edhe të shoqërisë në përgjithësi, edhe atë nën moton në gjurmët e më të mirëve. Ky aktivitet ka arritur që në shoqërinë tonë të përçon vlera të cilat kanë lënë gjurmë të pashlyeshme. Është bërë një mejdan ku promovohet arsimi, edukimi, shkenca e progresiviteti. Këtë skenë, për këto 24 vite e kanë shkelur nxënës e student, personalitete e figura nga fushat të ndryshme të shoqërisë sonë, gjurmët e të cilëve kanë ndriçuar dhe po ndriçojnë shoqërinë me kontributin e tyre. Të ngjitesh në këtë piedestal, sigurisht që nuk është e lehtë, por është edhe krenari, sepse dikush është mirënjohës për arritjen tënde, kontributin e atyre djemve e vajzave, burrave e grave që kanë sakrifikuar shumë. Por sigurisht që pas tyre fëmijëve të mrekullueshëm, ka një sër faktorësh që i bën të arrijnë që të ngjiten në këtë piedestal. Nga njëra anë, prindër të kujdesshëm, mësimdhënës e profesor të palodhur, ndërsa nga ana tjetër kontributi hatashëm nga vetë protagonistët e këtij eventi. Të nderuar, sot kur më parë njerëzimi ka nevojë për shëmbulltyra të duhura, edhe atë nga të gjitha sferat, të cilat janë të mveshura me punë, edukat, porulsi dhe dije. Kanë nevojë të shikojnë një mësues që ka sakrifikuar gjithçka, madje edhe familjen, që drita e diturisë të depërton thellësirën e ignorancës në këtë nënqiell. Sot, kur mendojmë se dim shumë çka në aspekt shkencor, njerëzimi vuan nga dërgjegja shpirtërore, ku një i mençur tha: kur arritëm të ngjitemi në qiell, harruam si duhet ecur në tokë. Po na bëhet rutinë që sa më shumë që zhvillohet robotika e inteligjenca artificiale, na humb ajo që quhet njerëzore. Dhe si pasojë, për çdo ditë vjen në shprehje maksima latine: njeriu për njeriun është ujk. Po jetojmë momente shumë vështira për njerëzimin. Jeta e njerëzve nuk është aq e vlefshme. Në lajme më shumë dëgjojmë për kronikë të zezë se sa për arritje shoqërore. Fatkeqësisht, jeta e njerëzve të pafajshme, fëmijë, pleq, gra, në gjitha skajet e botës, është bërë pazar i tavolinave të politikave pa ndjenja. Mirpo, bota do të ishte një vend më i mirë, nëse fuqitë të tyre do ta kishin dijen dhe urtësinë, jo armët e sofistikuara për të gjuajtur njëri tjetrin. Do të ishim një shoqëri më e mirë, po që se do të kishim arsim më cilësor dhe student e nxënës më konkurrues me popujt e zhvilluar. Andaj, Forumi Rinor Islam do të vazhdon të motivon të riun në forma të ndryshme, edhe atë nëpërmjet të shfaqjes së shëmbulltyrave që ngjiten tani më për 24 vite me radhë në këtë skenë, me të vetmin qëllim që të dëshmon se edhe për skaj sfidave që kalojmë si shoqëri, ne mundemi së bashku të ndërtojmë një vend me ardhmëri të ndritur që e duam të gjithë. Në vazhdim, ju dëshiroj çaste të këndshme me programin ton, ndërsa nxënësve dhe studentëve shëndet, lumturi, suksese dhe shkatësi që i bojnë ato më të mirë. Paqja, mëshira dhe mirësitë e Allahut qofshin mbi të gjithë ju dhe familjet tuaja.
Falenderojmë kryetarin e Forumit Rinor Islam, zotëri Xhabir Emini, për fjalët e tij. Përgëzojmë Forumin Rinor Islam për aktivitetin e sonshëm dhe për gjithë veprimtarinë e realizuar gjatë këtyre 24 viteve. Me prezencën e tij në këtë manifestim na ka nderuar edhe zëvendës kryeministri i parë i Republikës së Maqedonisë së Veriut, zotëri Izzet Mexhiti. E ftojmë në skenë për një fjalë përshëndetëse. I nderuar kryetari i Forumit Rinor Islam, të dashur nxënës e student, të nderuar prindër dhe mësues, të nderuar përfaqësues të institucioneve shtetërore dhe arsimore, të ftuar, të respektuar. Sot është një ditë krenarie, jo vetëm për ju që qëndroni këtu si përfaqësues të nxënësve dhe studentëve më të mirë në nivel republikan, por për gjithë ne që mbështesim dhe vlerësojmë arritjet tuaja të jashtëzakonshme. Dua t'je përgëzoj për punën e palotshme, për kushtimin dhe disiplinën që ju ka sjell këtu. Ju jeni shembull i brezit të ardhshëm, të vendit dhe dëshmi e potencialit të pamas që gjendet në mesin e të rinjve tanë. Si qeveri, e kemi të qartë se një shoqëri e zhvilluar ndërtohet mbi baza të forta të arsimit cilësor. Arsimi cilësor nuk është vetëm prioritet, por edhe themeli mbi të cilin do të ngrihet e ardhmja e vendit. Prandaj, ne kemi ndarë 35 milion euro për mbështetje dhe zgjerim të Universitetit Nën Tereza, me qëllim që studentët tanë të kenë mundësi të mësojnë në kushte moderne dhe të përgatiten për sfidat e kohës së re. Forumi Rinor Islam, me këtë organizim, jo vetëm që i nderon arritjet tuaja, por nxit në secilin prej nesh një frym optimizmi për të ardhmen. Ju falenderoj dhe ju inkurajoj që të vazhdoni të punoni me përkushtim dhe dashuri për diturinë, sepse çdo sukses juaj është një hap përpara për gjithë shoqërinë. Urime dhe suksesme të më të qeshme në çdo hap që ndërmen. Faleminderit. Falenderojmë zotëri Izzet Mexhitin për fjalët e tij dhe i dëshirojmë suksese në postin e tij të ri si zëvendës kryeministër i parë. Rob i lirë, quhet ilahia e parë që do ta ndjekim sonte, të cilën do ta interpretoj kënduesi i mirënjohur i ilahive Burhan Shaban. E ftojmë në skenë. Sheshin e Tiranës, te pragu i gjamis, takova një bur, ditët e pleqris. Kish gjurmet e sejtës, në ballin me rudha, më tha po të mbyll zemra, kur s'të hapët udha. Ula pra ti, edhe pse se njëja, dritën dhe mëshirën, në fytyr t'ja shihja. Më tha fshehtia jetës, është surën Jusuf, nëse nuk të mundin, të mbëllin në burg. Thuaj Allah, leri të tjerat, kush duron dimrat, shion pranverat. Allah, Allah, ti thrasim emrat, as kush si dhembja
forta si bën zemrat. Thuaj Allah, lerit e tjerat, kush duron dimrat, shion pranverat. Edhe po ta lidhën trupin me zinxhir, thuaj Allah, zemra është e lirë. Ishte I burgosur nga pushteti vjetër, për t'ja shkruar dhembjet nuk ka laps as letër. Pa uje pa buk, kishte qeliftar, po zemrën e vrar, se kish ndjer në pazar. Më tha kjo dynja është vetëm një ngjarje, që fillon me qarje, e mbaron me ndarje. Në qeli çdo dit, I ngjan veç një nate, driti kam bazemrës, veç me salavate. Thuaj Allah, lerit të tjerat, kush duron dimrat, shion pranverat. Allah, Allah, ti thrasi me emrat, as kush si dhembja, forta si bën zemrat. Thuaj Allah, lerit të tjerat, kush duron dimrat, shion pranverat. Edhe po ta lidhën trupin me zinxhir, thuaj Allah, zemra është e lirë. E falenderoj mysafirin ton të respektuar Burhan Shaban për paraqitjen e tij. Do ta kemi sërish në skem pak më vonë. Ajo që e bën të veçantë këtë manifestim është ndarja e dekoratave. Ndërsa si zakonisht dekorimet do t'i fillojmë nga nxënësit më të dalluar të qyteteve të ndryshme të vendit. Përzgjedhjen e nxënësve kanë bërë drejtoritë e shkollave përkatëse. Për nxënësit më të dalluar është siguruar nga një komplet I librave nga edicioni I shtëpive botuese Furkan ISM dhe Logos A. Dekoratat e para për nxënësit më të mirë të shkollave të mesme do t'i ndaj kryetari I komunës së Çajirit, zotri Visar Ganiu. E ftojmë të na bashkangjitet në skenë. Do të fillojmë me qytetin e Kumanovës. Nxënësja më e mirë pranë gjimnazit Sami Frashri është nxënësja Elmedina Selimi. Nga shkolla e mesme ekonomike Pero Nakov vjen nxënësja Albulena Kamberi. Nxënësja më e mirë pranë shkollës së mesme Ismet Jashari është nxënësja Sara Limani. Nga shkolla e mesme teknike Nace Buxhoni vjen nxënësja Djellza Zendeli. Nga qyteti Tetovës na vijnë dy nxënësit më të dalluar. Nga gjimnazi 7 Marsi vjen nxënësja Vlera Bilali. Nga shkolla e mesme e mjekësisë Nikola Shtein vjen nxënësja Adea Seidia. Nga qyteti Gostivari të kemi sonte këtu 4 nxënësit më të mirë. Nga shkolla e mesme e mjekësisë Gostivari vjen nxënësja Hana Osmani. Nga shkolla e mesme e gjimnazit Gostivari vjen nxënësi Ensar Ajeti. Nga shkolla e mesme ekonomike Gostivari vjen nxënësja Fatime Çelebi.
Nga shkolla e mesme teknike Gostivari vjen nxënësi Mal Zendeli. E falenderojmë zotëri Visarganiu për ndarjen e dekoratave dhe e ftojmë që të qëndrojnë në skenë. Ndërsa për të ndarë dekoratat e radhës për nxënësit më të mirë ftojmë në skenë kryetarin e komunës së Sarajit, zotëri Ilas Veseli. Kalojmë te qyteti i Kërçovës, për nga na vjen një nxënëse dhe atë nga shkolla e mesme Drita. Është kjo nxënësja Donika Bajrami. Nga qyteti i Prilejpit po ashtu na vjen një nxënës. Nga shkolla e mesme Rilindja na vjen nxënësja Amela Sinanoska. Tani në radh janë nxënësit më të mirë dhe më të dalluar nga qyteti i Shkupit. Nga gjimnazi Zeflush Marku na vjen nxënësja Alina Zeqiri. Nga shkolla e mesme e mjekësisë Pançe Karaxhozo vjen nxënësja Vejsa Izairi. Nga shkolla e mesme ekonomike Arseni Jovkov vjen nxënësja Zeynep Ademi. Nga shkolla e mesme Maria Kiri Sklodovska vjen nxënësja Anisa Pajaziti. Nga shkolla e mesme Cfet Andimov vjen nxënësja Vlerona Mustafa. Nga shkolla e mesme Gjimnazi Saraj vjen nxënësi Besar Iseni. Nga shkolla e mesme Braqa Miladinovci vjen nxënësja Remzie Vejseli. Dhe nga shkolla e mesme Qendra Shkollore Autotrafikut Boro Potrushevski vjen nxënësi Aldin Dardhishta. E falenderojmë zotëri Ilas Veseli për ndarjen e dekoratave dhe gjithashtu e ftojmë të qëndrojnë në skenë për një fotografi të përbashkët. Ju faleminderit. I falenderojmë të gjitha drejtoritë e shkollave të mesme për bashkëpunimin korrekt që kanë pasur me Forumin Rinor Islam në ndër vite. Ndërsa i përgëzojmë nxënësit më të mirë të shkollave të mesme dhe u dëshirojmë suksese edhe më të mëdha në të ardhmen. Ajo që ja shton madhështinë këtij manifestimi është edhe shpallja e hafizit më të ri të vitit. Një çmim ky të cilin Forumi Rinor Islam e ndan tashmë për disa vite më radh. Ftojmë në skenë zonën e Dira Durmishaj, psikologe dhe zëri të drejtave të grave nga Tirana, që të ndaj këtë dekorat me vlerë. Tashmë është bërë traditë e mirë që në vendin tonë brenda një viti të dalin shumë hafize të reja. Në mesin e tyre e kemi edhe hafizen më të re, e cila si vjetë e merr këtë dekorat. Është kjo hafizja 13 vjeçare, Rabia Avdiu. E ftojmë në skenë hafizën e nderuar Rabia Avdiu për të marrë këtë çmim të bukur dhe me vlerë. Rabia Avdiu është lindur më 2 qershor të vitit 2011 në fshatin Batins të Shkupit. Me mësimin e hifzit, Rabia filloi në tetor të vitit 2021, kur ishte vetëm 10 vjeçe, të hafiz Ramadan Hajredini. Hifzin e përfundon për 2 vjet,
Konkretisht më 1 shtator të vitit 2023, ndërsa e mbron me sukses para Komisionit të Miftinisë së Shkupit, me 29 prill të këtij viti në moshën 13 vjeçare. Vlen të theksohet se Hafizja Rabia Avdiu është hafizja e parë pas shumë dekadave në historinë e fshatit Batinc, nga sa aty nuk ishte realizuar ceremoni hifzit që nga viti 1969. Paralelisht me mësimin e hifzit, Rabia ka vazhduar edhe shkollën fillore si nxënëse e rregullt, kurse tani vijon mësimet në klasën e 9 si nxënëse e shkëlqyeshme. Përveç dekoratës, Forumi Rinor Islam e shpërblen hafizën e re me një sasi të hollash, një dhuratë nga argjentaria Diamond Silver, si dhe me nga një komplet të librave nga shtëpitë botuese Furkan ISM dhe Logos A. E përgëzojmë hafizën e re dhe familjen e saj për këtë arritje madhështore. E falenderojmë edhe zonjën Edlira Durmishaj për ndarjen e këtij çmimi. Ndërsa tani vazhdojmë me pikën e radhës. Ftojmë në skenë aktorin e njohur Arsim Fazlia për të interpretuar monologun Fjalët e një kalorësi, të shkruar nga autori mirënjohur Fatmir Muja. Urdhëron. Para se të largohem nga bota, po t'i jap fjalët dhe lotët. Mos u zemro, tha 3 herë radha zi ai që erdhi mëshirë për botën. Në botë jam si kalorsi që pushon në hijen e një druri pak. Pastaj e praktis atë dhe ikën shpejt me vrap. Shumë perëndime të diellit të vetmuar do të gjejnë. Mos u piklo kur njerëzit të mirat me të keq do të t'i kthejnë. Në botë jetojnë shpirtra që kuptojnë, por nuk ndjejnë. Ata që të duan të vogël, kur je i madh të urrejnë. Vetmia do të zbresë në zemrën tënde. Errësira do të zbresë në sytë e tu. Do jesh i braktisur nga njerëzit, edhe pse njerëzit do jenë këtu. Dikush do ta falë zemrën e vet, por zemrën tënde ka për ta vrarë. Gandarit e kësaj botës kam bet shpirt pa qarë, dhe ti do qash si fëmia, që me vaj dëshiron t'i përmbush dëshirat, derisa ta kuptosh se bota s'është Zot që mund të t'i jap gjithë të mirat. Mos u dëshpëro nëse njerëzit të bëjnë të ndjesh vetëm në këtë jetë. Mos haro se barku njerëzor bluan e tret gjëra më të forta se sa vetë. Por kur mbetet fare bosh, vetën nuk e bluan, as e tret. Do të plagosin mu në zemër ata që zemrën u a ke falë. Po ti do të durosh se s'ka dhimbje që rrugën tek pafundësia të ndalë. Nëse ata që u atregove emrin në emër të thrasin, edhe ata që u atregove plagën, mu në plagë do të godasin. Çdo plagë do të dëshmoj forcën tënde me të cilën ti do të ngrihesh. Jeto si thesar që edhe kur zbulohesh, çmohesh njësoj si kur se fshihesh. Nëse te ujë të çon etja, e tek ushqimi uria. Mos haro se te vuajtje të çojnë dëshira dhe dashuria. Atje ku të paditurit janë të lumtur, mençuria jote nuk do të vlejë.
para se të largohem nga bota, po t'i jap fjalët që i mësova në botë. Që fjalët të mos harohen, po t'i përzihem me lotë. Në shkretirat e kësaj jete ku nuk deluj kur mos gërmo. Nëse të përbuzin e të bojnë fal, por kur mos haro. Përgjigja jote ndaj të pamendve le të jetë veç heshtja. Do të dish të jetosh nëse mëson si të vdesësh. Të gjitha brenda teje janë, nga jashtë s'ke çfarë të presësh. Tani më duhet të shkoj. Mund të më përshëndesësh. E falenderojmë aktorin e mirënjohur Arsim Fazlia për interpretimin e monologut. Zoti është përbleft. Në radhë është pjesa e dekorimit të personaliteteve me arritje dhe kontribut të veçantë në shoqëri. E ftojmë në skenë kryetarin e Forumit Hyrnor Islam, zotëri Xhabir Emini, për të bërë ndarjen e këtyre dekoratave. Dekorata e si vjet me post-mortum shkon për një personalitet të njohur e të dalluar. Është ky Hafez Taib Ali. Dekoratën në emër të familjes do ta merr djali i tij Talha Ali, të cilin e ftojmë në skenë. Hafez Taibi është lindur në vitin 1953 në fshatin Gërçec të Shkupit. Mësimet e para i mori në shkollën fillore Liria të Shkupit, ndërsa hifzin e Kur'anit e ka mësuar te Hafez Idris Efendiu gjatë viteve 1968-1970. Në vitin 1976 ka diplomuar në medresen e qytetit Hama të Sirisë. Si nxënës e ka mësuar arabishten dhe osmanishten. Më 1977-78 është regjistruar në Universitetin Azhar në Egjipt, por për arsye familjare është detyruar të ndërprej studimet dhe të kthehet në vendlindje. Në vitet 1979-1981 ka shërbyer si hatip në xhaminë e Murat Pashës në Shkup. Gjatë vitit 1982 ka kryer detyrën e imamit dhe hatipit në xhaminë e Mustafa Pashës. Mes viteve 1983-1993 ka qenë i angazhuar në xhaminë e Haxhi Jonuzit me detyrat e lartpërmendura. Gjatë viteve 1994-98 ka punuar si drejtor dhe mësimdhënës në institucionin për përgatitje të hafizëve në kuadër të Bashkësisë Fetare Islame. Në 2 dekadat e fundit ka shërbyer si hatip edhe në xhaminë e Truparevës. Gjatë jetës së tij, tek ai e kanë përfunduar hifzin gjithsej 22 hafizllar, ndërsa me qindra talebe e kanë mësuar leximin e Kur'anit. Ndëroi jetë në vitin 2023 në moshën 70 vjeçare. Allahu e mëshiroft dhe e shpërbleft për të gjithë kontributin e tij. Si vjet për arritje në fushën e sportit, Forumi Hyrnor Islam e dekoron futbollistin e njohur Yasir Hasani. Yasiri sonte nuk pati mundësi të jetë në mesin tonë për shkak të angazhimit të tij profesional, ndërsa dekoratën e emër të tij do ta merr babai i tij, zotëri Fadil Hasani, të cilin e ftojmë në skenë. Yasir Hasani është i lindur më 19 maj 1995 në fshatin Batins të Shkupit. Hapat e parë në botën e futbollit i ka bërë shumë herët që nga mosha 7 vjeçare. Në klubin e Vardarit, ku debutoi si profesionist më 25 gusht të vitit 2013. Te Vardari qëndroi deri në vitin 2017, ndërsa në shtator të këtij viti u transferua në Shqipëri, te klubi futbollistik Partizani i Tiranës, duke firmosur një kontratë 4 vjeçare. Më 28 dhjetor 2022, Hasani u transferua te klubi Korano Jugor Guangzhou me një marrëveshje 2 vjeçare ku luan edhe sot e kësaj dite. Yasir Hasani u ftua për herë të parë në kombëtarën e Shqipërisë nga trajneri i ri Silvinho për ndeshjen hapëse të kualifikimeve për Euro 2024 kundër Polonisë dhe luajti si titullar për 70 minuta. Lojrat e tij të mrekullueshme dhe golat e shënuar spektakolar për kombëtarën ishin një kontribut i madh për kualifikimin e Shqipërisë në kampionatin evropian në Gjermani Euro 2024. Ndonse nuk e kemi prezent këtu, Yasini na ka dërguar një video përshëndetëse nga Korea e Jugut. Ta ndjekim së bashku. Selam aleikum gjithë dhe përshëndetje. Ispari, ma bëni halal sepse nuk mund të vi, sepse kam edhe në disë ndeshje me ekipin këtu.
por gjithsesi duhet t'ju uroj një mbrëmje të këndshme të mrekullueshme, sa të kaloni sa më bukur të gjithë aty. Duhet të falenderoj shumë Forumin Rinor Islam që në fushën e futbollit, sportit, më ka zgjedhur si fitues. Duhet të them disa fjalë për arritjet, sakrificet e gjitha. Normal në moshën 60 vjeçare kam filluar me ekipin e Vardarit. Hapët e para ka qenë familja ime, mbështetja, babai, gjithë ata që më kanë përkrahur, edhe normal unë nuk t'i harroj këtë që ka bërë babi për mua në kohë shumë të vështira, edhe familja ime sidomos, edhe po ka qenë gjithmonë ëndra ime që një ditë të veshë bluzën e kombëtarës shqiptare. Kjo ka qenë ëndra ime, edhe normal asnjëherë një ëndër çdo futbollist që ka të mos dorëzohet, sepse të bëj sakrificë, të bëj stërvitje, të bëj punë, ndeshje, stërvitje fort, edhe çdo gjë që ta marri me qef, sepse më besoni se një ditë do arrini qëllimet e tuaja, dhe unë mendoj se vetëm mos u dorëzoni asnjëherë, dhe familja do të jetë mbështetja e tij për t'i dhënë motivim për të shkuar në stërvitje, për të bërë një ditë një futbollist i madh. Edhe unë mendoj se kryesorja është mbështetja nga familja, mbështetja nga njerëzit, nga çdo kush, edhe nëse i ke këto, edhe unë besoj se me punë edhe me sakrificë mund të arrish qëllimet e tua. Normal unë do ta falenderoj babin tim që ka qenë gjithmonë afër meje çdo ditë, edhe më ka dhënë një motivim shumë të madh, më ka mbështetur sidomos edhe kur s'kam pas asgjë, ka qenë babi im ai që ka bërë sakrificet për mua, dhe unë do ta falenderoj shumë babin, familjen time, gjithë njerëzit që më kanë përkrahur, edhe do t'i bëj krenar akoma më shumë, edhe ju falenderoj shumë gjithëve, edhe t'ja kaloni sa më bukur këtë mbrëmje të mrekullueshme. E falenderojmë Jasirin dhe i dëshirojmë suksese të më të tjeshme në karrierën e tij. Vazhdojmë me dekoratën e radhës. Për kontributin e tij në sferën e mjekësisë, Forumi Rinor Islam e dekoron si vjet doktorin Qemal Rushiti. E ftojmë doktorin për të marrë dekoratën. Doktor Qemal Rushiti është i lindur më 31 tetor të vitit 1979 në Kërçov. Arsimin fillor dhe të mesëm i kreu në vendlindje, ndërsa arsimin e lartë në Universitetin e Zagrebit, Fakulteti Mjekësisë nga viti 2000 deri në vitin 2006. Gjatë viteve 2009-2014 e mbaron specializimin në Fakultetin e Mjekësisë në Shkup, në degën e kirurgjisë së përgjithshme, ndërsa në vitin 2023 me sukses ka përfunduar subspecializimin në fushën e kirurgjisë abdominale digestive. Ka marrë pjesë në shumë seminare e trajnime brenda dhe jashtë vendit, kurse në vitin 2022 merr pjesë në njërin nga kongreset më prestigjioze mjekësore në botë, ISAGO në Stamboll. Në muajin nëntor të vitit 2022, doktor Qemal Rushiti ishte pjesë e ekipit të kirurgëve të cilët në klinikën e kirurgjisë digestive në Shkup e realizuan transplantin e parë të mëlçisë të një pacient 60 vjeçar nga një donator i vdekur. Në vitin 2023, në shenjë mirënjohje, doktor Qemal Rushiti dhe ekipi realizues i këtij transplantimi u dekoruan nga ish kryeministri i vendit për këtë arritje historike në fushën e mjekësisë. Nga viti 2008, doktor Qemali punon në klinikën e kirurgjisë në Spitalin Klinik Universitar Nën Tereza në Shkup, ndërsa nga viti 2010 është asistent në Fakultetin e Mjekësisë në Universitetin Kirili dhe Metodi në Shkup. Allahu i dhash sukses dhe mbarësi doktorit në punën e tij. Për kontributin e dhënë ndër dekada në drejtim të nxitjes së arsimit dhe dijes, si dhe për edukimin e shumë gjeneratave të reja, Forumi Rinor Islam këtë vit dekoron edhe 2 veteran të arsimit shqip. Janë këta bashkëshortët Feti dhe Mybera Hasani. Ftoj mësuesin Mybera të na bashkangjitet në skenë për të marrë dekoratën. Mësuesi Feti për arsye shëndetësore dhe të moshës së shtyr 90 vjeçare nuk është sonte në mesin ton, ndërsa dekoratën në emër të tij do ta pranojë djali i tyre, zotëri Agron Hasani. Mësuesi Feti Hasani është i lindur në vitin 1934 në fshatin Porodin të komunës së Manastirit. Shkollimi fillor e ka kryer në Manastir e pastaj vazhdon shkollën normale në Tetov dhe në Shkup, të cilën e ka përfunduar në vitin 1955.
Studimet e larta I kanë mbaruar në shkollën e lartë pedagogjike në Shkup, Dega Gjuhë Shqipe dhe Letërsi në vitin 1980. Ndërkohë pas mbarimit të shkollës normale Liria në Shkup, është punësuar si mësues në fshatrat Nerov dhe Aldanc, rrethi I Krushevës. Aty qëndron 6 vjet prej nga ku transferohet në fshatin Bukoviç, komuna e Sarajit. Në shkollën fillore Emin Duraku, ku vepron gjatë viteve 60-73. Pre vitin 1973 deri në vitin 1992, kur edhe pensionohet, punon si mësues në shkollën fillore Rajko Zhinzifov. Tani e njohur me emrin Ismail Qemali në Shkup. Ndërsa mësuesja Mubera Qerimi Hasani është e lindur në Preshevë në vitin 1941, ku edhe mbaron shkollimin fillor. Arsimin e mesëm e ka vazhduar në shkollën Liria në Shkup gjatë viteve 1956-1960. Pas përfundimit të shkollës kthehet në vendindje në Preshevë, ku emërohet si mësuese e rregullt. Ujrat e jetës e sollën sërish në Shkup, duke themeluar familje me bashkëshortin dhe një herët kolegun e saj, mësuesin Fetih Hasani. Fillimisht punon si mësuese në shkollën fillore Emin Duraku në fshatin Bukoviç të Sarajit për 1 vit, për të transferuar pastaj në vitin 1966 në shkollën fillore Liria në Shkup, ku edhe pensionohet në vitin 1996. Në ndërkohë I përfundon dhe studimet në grupin klasor pranë shkollës së lartë pedagogjike në Shkup në vitin 1979. I falenderojmë publikisht bashkëshorët e Fetih dhe Mubera Hasani për kontributin e tyre shumë dekadësh në arsimimin dhe edukimin e gjeneratave të reja. Allahu I shpërblet. Dekorata e radhës shkon po ashtu për një personalitet që ka dhënë një kontribut të madh dhe ka pasur një angazhim shumë fisnik. Ai është Haxhi Qani Sinani. Haxhi Qaniu, përkundër moshës së shtyrë dhe gjendjes shëndetësore jo fort të mirë, na ka nderuar me prezencën e tij këtu sonte, andaj e ftojmë në skemë për të marrë dekoratën. Haxhi Qani Sinani është I lindur në fshatin Koliçan të Epër më 9 mars të vitit 1943. Në vitin 1969 vim për të jetuar në Shkup, ku pas një kohe të shkurtër e fillon mësimin e leximit të Kur'anit fisnik të Aga Mensur, një mualim I mirë njohur në Shkup dhe jo vetëm. Pasi e mëson leximin e Kur'anit e ky mualim I nderuar për 6 muaj me radhë, Haxhi Qaniu e vazhdon përmirësimin dhe përsosjen e leximit edhe për 2 vjet te Hafës Adem Efendi Idris. Në fillim të viteve 80, në shtëpinë e tij në lagjen e Dijonit në Shkup, e fillon në bazë vullnetare punën e mualimit. Gjegjësisht, mësimi të leximit të Kur'anit për fëmijët e lagjes dhe më gjerë, aktivitet ky të cilin e kryen me përkushtim të plot dhe pa ndërprerje për gati plot 40 vjet. Numri I talebeve që kanë dalë nga mektebi Haxhi Qaniut në shtëpinë e tij gjatë gjithë kësaj periudhe është mbi 1000, në mesin e të cilëve edhe shumë hoxhallar të sotëm. Duke pasur parasysh edhe angazhimin e tij me punë të rregullt e të rëndë fizike në kompaninë Makpetrol dhe kujdesin e nevojshëm prindror për familjen e tij 11 antarëshe, sakrifica e Haxhi Qaniut si mualim dhe puna e tij vullnetare me fëmijët meriton respekt dhe konsiderat të veçantë. Si një mirënjohje modeste për gjithë këtë angazhim, Forumi Rinor Islam I andau sonte këtë dekorat. Allahu e shpërblet Haxhi Qaniun për kontributin e tij. I përgëzojmë të gjithë të dekoruarit për arritje dhe kontributin e tyre në shoqëri. Qofshin veprat të pranuara tek Allahu I Madhërisëm. E falenderojmë edhe kryetarin e Forumit Rinor Islam për ndarjen e dekoratave dhe I përcjellim nga skena me një duartokitje të madhe. Ndërsa tani për të interpretuar ilahin me titull Salli Alejka Allah, ftojmë sërish në skenë kënduesin e ilahive Burhan Shaban.
صلى عليك الله يا عدناني يا مصطفى يا صفوة الرحمن الحمد لله الذي أعطاني هذا الغلام الطيب الأرداني هذا الغلام الطيب الأرداني قد ساد في المهدي على الغلمان أعيذه بالبيت ذي الأركان حتى أراه بالغ البنيان أنت الذي سميت في القرآن أنت الذي سميت في القرآن أحمده في السر والإعلان حقا على الإسلام والإيمان حقا على الإسلام والإيمان صلى عليك الله يا عدنان يا مصطفى يا صفوة الرحمن الحمد لله الذي أعطاني هذا الغلام الطيب الأرداني هذا الغلام الطيب الأرداني هذا الغلام الطيب الأرداني هذا الغلام الطيب الأرداني هذا الغلام Faleminderit. E falenderojmë përzemërsisht kënduesin e ilahive Zotri Buran Shaban për paraqitjen e tij dhe për faktin që erdhi nga qyteti i Sarajevës, enkas për të marrë pjesë në këtë manifestim. Zoti ju dhash shëndet dhe u ashtoft mirësitë në të dy botrat. Të nderuar të pranishëm dhe ju teleshikues, ju afrojmë kështu edhe pjesës së fundit të këtij manifestimi, shpalljes së studentëve më të mirë të disa universiteteve tona. Edhe atë Universiteti Tetovës, Universiteti i Evropës Juglindore, Universiteti Nën Tereza dhe Universiteti Ndërkombëtar Ballkanik. Studentëve më të dalluar, Forumi Rinor Islam do t'ju dhurojë nga një komplet të librave nga botimet e shtëpive botuese Furkan, ISM dhe Logos A, për çka sinqerisht i falenderojmë botuesit në fjalë. Për zgjedhjen e studentëve më të mirë e kanë bërë dekanatet e fakulteteve, prej nga dhe na vinë studentët.
E ftojmë të na bashkangjitet në skenë zotëri Mutlu Karaxha, përfaqësues nga Ambasada e Turqisë, për të bërë ndarjen e dekoratave të para për studentët më të dalluar. Fillojmë me studentët më të dalluar nga Universiteti i Tetovës, Fakulteti i Arteve Dega Arti Dramatik. Vjen studenti Gzim Latifi me notë mesatare 9.67. Fakulteti Pedagogjik, Dega Edukim Special dhe Rehabilitim, studentja Hana Huseini me notë mesatare 9.69. Fakulteti i Shkencave të Zbatuara Dega Arkitektur, për nga na vjen studentja Albina Liti me notë mesatare 9.73. Fakulteti i Shkencave Mjekësore, Dega Mjekësi e Përgjithshme, studenti Lart Ibrahimi me notë mesatare 9.77. Fakulteti i Shkencave Matematiko-Natyrore, Dega Informatik, studenti Shkëlqim Sherifi me notë mesatare 9.79. Fakulteti Filologjik, Dega Gjuhë dhe Letërsi Angleze, studentja Regjie Gjeladini me notë mesatare 9.83. Fakulteti i Teknologjisë Ushqimore dhe të Ushqyerit, Dega Teknologji Ushqimore, studentja Sumeja Jashari me notë mesatare 9.84. Fakulteti Ekonomik, Dega Marketing dhe Menaxhment, studentja Arbesa Rahmani me notë mesatare 9.93. Fakulteti Filozofik, Dega Sociologji, studentja Zana Reqi me notë mesatare 9.95. Vazhdojmë me Universitetin e Evropës Juglindore. Fakulteti i Biznesit dhe Ekonomisë, Dega Financa, Banka dhe Kontabilitet, studentja Elma Mehmeti me notë mesatare 9.93. Fakulteti i Shkencave Shëndetësore, Dega Fizioterapi, studenti Shkumbin Sadiku me notë mesatare 9.95. E falenderojmë zotrin Mutlu Karaxha që na u bashkangjit në skenë për ndarjen e dekoratave. E lutim të qëndrojnë në skenë për një fotografi të përbashkët në fund. Ndërsa për të ndarë dekoratat e radhës, ftojmë në skenë drejtorin e shtëpisë botuese Furkan ISM, Magjistër Muhamet Murtezi. Është radha tani e Universitetin Ndërkombëtar Ballkanik, prej nga na vijnë studentët si vijon. Shkolla e lartë e mjekësisë, Dega Akusheri, studentja Zulejha Iseni me notë mesatare 9.82. Fakulteti i Inxhinierisë, Dega Arkitektur, studentja Arina Ramadani me notë mesatare 9.89. Vazhdojmë me Universitetin Nën Tereza. Fakulteti i Shkencave Teknologjike, Dega Dizajni Prodhimeve dhe Produkteve Kimike, prej nga na vjen studentja Almina Jashari me notë mesatare 9.20. Fakulteti i Shkencave Teknike, Dega Ekonomie Zbatuar dhe Ndërmarrësi, studentja Amernis Agushi me notë mesatare 9.40. Fakulteti i Ndërtimtarisë dhe Arkitekturës, Dega Arkitektur dhe Dizajn, studentja Art Rexhepi me notë mesatare 9.64. Fakulteti i Shkencave Sociale, Dega Punë dhe Politikë Sociale, studentja Majlinda Salihi me notë mesatare 9.90. Fakulteti i Shkencave të Informatikës, Dega Informatik, studentja Blerta Idrizi me notë mesatare 9.93. Erdhëm kështu të studentët më të mirë të këtij viti. Ata me notë mesatare të studimeve 10. Për studentët me notë mesatare 10, edhe sponsori i sonte Argjendaria Axios do të ndajë nga një dhuratë. E falenderojmë përzemërsisht Argjendarin Axios. Në këtë grup janë 5 studentë, edhe atë si vijon. Nga Universiteti i Tetovës, Fakulteti i Administrimit të Biznesit, Dega Administrim Biznesi, studentja Alma Beqiri me notë mesatare 10.
2 studentë me notë më të lartë mesatare na vijnë nga Universiteti i Evropës Juglindore. Fakulteti Juridik, Dega Drejtësi, studentja Xhevrije Latifi me notë mesatare 10. Fakulteti i Shkencave dhe Teknologjive Bashkëkohore, Dega Shkenca Kompjuterike, studenti Ron Ismaili me notë mesatare 10, i cili nuk kishte mundësi që të jetë i pranishëm sonte. Nga Universiteti Ndërkombëtar Ballkanik na vijnë po ashtu 2 studentë me notë më të lartë mesatare. Fakulteti i Edukimit, Dega Gjuhë Angleze, prej nga na vjen studentja Amina Rahmani me notë mesatare 10. Fakulteti Ekonomik, Dega Marrëdhënie Ekonomike Ndërkombëtare, studentja Leila Bilali me notë mesatare 10. I përgëzojmë të gjithë studentët për këto arritje madhështore dhe u dëshirojmë suksese edhe më të mëdha në të ardhmen. Shpresojmë shembullin e tyre pozitiv ta ndjekin edhe gjeneratat e reja. Njëkohësisht e falenderojmë edhe magjistër Muhamet Murtezi që për ndarjen e dekoratave për studentët më të mirë. Ndërsa tani me të gjithë studentët e dekoruar do të bëjmë një fotografi e përbashkët. Të nderuar të pranishëm dhe ju teleshikues, erdhëm kështu në fund të manifestimit në gjurmët e më të mirëve të përgatitur nga Forumi Rinor Islam. Ju faleminderit që na ndoqët, ju këtu në sallë dhe ju përpara ekraneve televizive. I falenderojmë sërish edhe të gjithë ata që mundësuan realizimin e këtij programi, sponsorët medial dhe donatorët e shumtë. Mirënjohje dhe falënderimi veçantë edhe për aktivistët e palodhshëm të Forumit Rinor Islam, pa angazhimin dhe kontributin e të cilëve ky program nuk do të mund të realizojë kaq bukur. Zoti ju shpërblet me të mirat e tij të pafund. Të nderuar miq, mirupafshim në aktivitetet e radhës të Forumit Rinor Islam. Esselamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi ju.